Nëse fëmia jot ka iPhone, kjo video është për ty. Sot do të shohim hap pas hapi si ta kufizosh telefonin e fëmijës nga telefoni jot, pa e prekur telefonin e tij asnjëherë. 5 gjëra konkrete me screen recording të saktë për çdo hap. Para çdo gjëje duhet të kesh family sharing aktiv. Ky është themeli i gjithçkaje. Pa këtë asgjë nuk funksionon. Hapi i parë. Do shkojmë te settings. Dhemi tek emri jot dhe te family create child account. Do vendosim emrin e fëmijës edhe datëlindjen. E rëndësishme, përdor moshën për të vendosur kufizimet automatike. Do verifikojmë kodin që je prindi, i japim këtyre gjithmonë kontinua. Emailin që do vendosim tek telefoni fëmijës. Dhe do t'i vendosim kodin 4 shifror që ta dish vetëm ti. Nëse fëmia ka tashmë Apple ID, do shkosh te Family Sharing, Add Member dhe Invite People dhe fut emailin e tij. Pasi shtohet, fillon kontrolli. Tani aktivizojmë Screen Time, këtu është e gjithë fuqia, nga telefoni jot, jo i fëmijës. Tani do ikim tek Screen Time dhe te emri i fëmijës që vendosëm. Tu tani do t'i vendosim Screen Time një PIN, 4 shifror. Tu japim cancel kësaj. Skip. Pini Screen Time është ky që gjithçkaje. Nëse fëmia e di këtë pin, kontrolli nuk ka vlerë. Vendos diçka që vetëm ti e di. Tani bllokojmë aplikacionet. iOS 26 ka sjell diçka të re, tani mund të bllokosh një aplikacion plotësisht, jo vetëm ta kufizosh me kohë. Aplikacion limit. Add limit. Social network, Instagram, TikTok, games të gjitha, entertainment, YouTube, Netflix. Vendos kohën 0 minuta bllokon plotësisht dhe 1 orë është limit ditor. Këtë block at end of limits duhet ta lini on. Don't allow ignore limit. Ky toggle është kritik. Pa të fëmia mund të shtyp ignore limit dhe të vazhdoj. Me këtë aktiv, aplikacioni mbyllet dhe nuk hapet pa pinin tënd. Ky është tipari i ri i iOS 26 që shumica e prindërve nuk e din. Tani kontrollon me kë komunikon fëmia jot dhe çdo numër i ri i panjohur kërkon aprovimin tënd. Tani te settings, Screen Time, komunikacion limit, duhet ta zgjedhim contacts only, vetëm njerëzit në listën e kontakteve. Ose zgjidh specific contacts, vetëm prindit dhe familje afërt, e zgjedh ti. Kjo do të thotë që nëse dikush i panjohur i shkruan fëmijës, mesazhi nuk arrin, dhe nëse fëmia dëshiron të shtojë një numër të ri, vjen kërkesë tek ti për aprovim. Ti vendos po ose jo. Dhe hapi i fundit, Content Privacy. Këtu bllokojmë faqet e papërshtatshme, blerjet pa leje dhe ndryshimet e settings. Tani tek Content and Privacy Restriction. Do t'japim on kësaj. Të blej aplikacione me lek. Don't allow. Tani këtu te Content Restriction, Web Content, duhet ta bëjmë limit adult website. Aplikacionet zgjidh moshën 9+, 12+, qa moshe ka fëmija. Movies zgjidh limitin. Tek
Passcode change be don't allow. Passcode change don't allow. Kjo është kritike. Pa këtë fëmia mund të ndryshoj pinin e telefonit dhe të bllokoj hyrjen tënde. Me të aktiv vetëm ti mund ta ndryshosh. 5 hapa dhe iPhone-i fëmijës tënd është nën kontroll të plot. Family sharing, screen time, aplikacion limit, komunikacion limit dhe content restriction. Nëse e ke bërë të gjithë, shkruaj don në komente. Nëse ke pyetje për ndonjë app, shkruaj poshtë dhe të ndihmoj. Shpërndaje një prindi që ka fëmijë me iPhone mund t'i ndihmosh shumë. Subscribe për tips si këto çdo javë dhe video tjetër e njëjta gjë, por te Samsungu. Shihemi atje.